Bill Gates ka thënë se vetëm 3 profesione janë ato që nuk do të mund të zëvendësohen nga inteligjenca artificiale. Edhe pse e ardhmja ndoshta nuk do të duket si ndonjë film fantastiko-shkencor distopian, për ne të vdekshmit e thjesht, situata mund të jetë shumë e keqe ndërsa AI përparon, të paktën sipas miliarderit Bill Gates. Kështu përhapja e saj ka ngjallur shqetësim tek punëtorët. Po cilat janë ato 3 profesione që sipas Gates AI do t'i lë të qeta? Programerët. Edhe pse AI mund të gjeneroj kod, në këtë pikë është larg të qenit perfekt. Njerëzit do të duhet të monitorojnë AI, të rregullojnë gabimet dhe defektet dhe të dizajnojnë sisteme edhe më të avancuara. Ekspertët e energjisë. Gates ka përmendur se gjithashtu sektori i energjisë është shumë kompleks, që inteligjenca artificiale të menaxhohet realisht në këtë fazë. Sektorët e naftës, bërthamës dhe burimeve të rinovueshme kërkojnë strategji dhe shumë ekspertizë që industria të jetë plotësisht e automatizuar. Ende do të nevojiten inxhinier, studiues dhe teknik për të menaxhuar infrastrukturën, për të kuptuar sfidat e industrisë dhe inovacionit. Biologët. Sa i përket biologëve, edhe pse AI mund të përdoret si një mjet në industrinë mjekësore, siç është tashmë, teknologjisë i mungon kreativiteti i nevojshëm për zbulime shkencore. Kështu ndërkohë ekspertët ka të ngjarë të përdorin AI për të analizuar sasi të mëdha të dhënash dhe për të diagnostifikuar sëmundjet. Gates ka pranuar se ai mund të ketë gabuar dhe se mënyra se si përdoret kjo teknologji ka të ngjarë të riformojë jetën e përditshme, njësoj si revolucioni industrial dhe interneti në të kaluarën.